Dhe e kuptoj shumë mirë gjithçka që jeni duke bërë, edhe përpjekjen tuaj alucinante në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku çdo ditë po turpëroheni para publikut se si po bien një nga një të gjithë pretendimet tuaja. Bët gjitha të zhurmë për kryeplakun e Pekishtit, dhe pastaj kur aty doli që s'kishte asgjë, pastaj jeni turrur pas 130.000 të ashtu quajtura vota, po kjo më kishin thënë që e kishte thënë Flamuri në një studio, se Flamuri pas ka futur 500 GPS-e në Zarfa, dhe këto GPS-et na pas ngelur në Londër. O Flamur, kjo që thua ti është vepër penale, sepse identifikimi, gjurmimi i votës është vepër penale. Kjo që bën ti është dënueshme, dhe ti nëse këtë e ke provë, përse nuk shkon ti ta dorëzosh në prokurinë e posaçme? Shko atje, apo një prokuri të jurisdiksionit përgjithshëm, nuk ka as. Po kjo që thua ti është vepër penale. Nëse ti ke instruktuar ta shoqëruar në mbështetësit tuaj, sipas teje, na pas kanë ngelur votat në Londër dhe i pas kemi numëruar ne këtu. Unë e kuptoj që ju i shmangeni një debati apo një betejë të brendshme. Zgjedhjet në Shqipëri kanë përfunduar. Partia Socialiste e Shqipërisë ka marrë 826.177 vota. Ju keni marrë 529.354 vota, diku ke 300.000 e kusur më pak vota. Se ku ju kanë shkuar votat ju, nuk është puna jo. Gjeni ku i keni votat tuaja.